I ke larguar emrat tonë dhe ne ti mbushëllojmë ata. Nuk e dim a jemi për të përgëzuar apo për të mbushëlluar. O Zotë i gjithësisë, të ti drejtohemi, ty të mbështetemi. Në asnjë moment nuk mbështetemi tek punët tona. O Zotë mos na lën as sa çhap dhe mbështetemi që mbështetemi tek punët tona. Kështu që o Zotë me mëshirën tënde, na i pranon punët tona, na bën nga banorët e xhenetit Firdaus. Vëllezër të nderuar, sikur se kam thënë, do ta them, kjo fe ka nevojë për burra, të cilët ne marrin seriozisht çështjen e besimit te Allahu Azza wa Jall, çështjen e besimit te Zotit i gjithësisë. Në asnjë moment nuk e kuptojnë dhe nuk e marrin sikur është diçka për të kaluar. Por thonë, ky është qëllimi pse Allahu na ka sjellë në dynjë. Sepse ne te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Allahu Azza wa Jalla thot minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nga toka u njerëz u kemi krijuar. Tek ajo do të kthehemi përsëri dhe prej saj do t'ju nxjerrim në ditë prapë. Do dalim para Allahut në një ditë gjithë. Nuk për ata cilët dalin dhe fytyrat e tyre ndriçojnë. Dhe Allahu ja mëson se çdo Zoti i gjithësisë ujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Fytyra ditë do të ndriçojnë se Zotin e tyre do ta shikojnë. Fytyra ditë do të ndriçojnë, vallah na për tyre, se Zotin e tyre do ta shikojnë. E ku ka mirësi më të madhe? E ku ka kënaqësi më të madhe se sa Zoti krijuesi i gjithësisë? Çfarë ti ke dëgjuar të dynja? Dhe ti ta mëson Allahu ditën e gjykimit ta shohësh atë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo kënaqësi që ka kaluar besimtari në xhenet, që në xhenet ka çfarë sy se ka pa. Veshit dhe mendja e njeriu se ka imagjinuar. Pra zemra dhe mendja e njeriu se ka imagjinuar dhe veshit se ka dëgjuar, nuk krahasohet as pak me mirësinë, begatin, kënaqësinë që do të kenë njerëzit ditën që do ta shikojnë Allahun Azza wa Jalla, krijuesin e tyre. Allahu na bën për tyre. Po Zoti i gjithësisë na bën ata cilët na mëson ata tjerë, ata cilët do të shikojnë fytyrët tona të nderuar. Historia që të tregoj sot, ose ajo çfarë desha të pyes sot, është një burr përsëri në burrat e mëdhenj të Islamit, për ty burra që e morën seriozisht, cili ka lënë një thënie shumë të bukur dhe kanë thirrë pa, kanë thirrë pa diçka shumë të rëndësishme kur bëhet fjalë përmes shokëve. E kjo është një mësim për gjithë ne. Për gjithë ne me shokët kur jemi në shoqëri. Kudo që jemi. Profeti sallallahu alaihi wasallam nis për ne për betejë dhe po diskuton me ensarët. Me ensarët ishin ata që ishin në Medinë. Jo ata që kishin ardhur në Mekë, pra vendalit. Dhe po diskuton, por nuk po i pyet drejt për së drejti profeti sallallahu alaihi wasallam. Një shoku mirë, një njeri që do në vërtet, ta kupton hallin në moment. Nuk ka nevojë ti thush, e shikoj se kam një hall në vit. Nuk e den kur shoku që vetë lutet i thot kam një hall. E kupton më një herë dhe pa e thënë diçka do po. Ja mbaron hallin e tij. E profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush e lehtëson hallin një robi këtë dynjë, kush e lehtëson hallin një njeriu këtë dynjë, ja lehtëson Allahu hallin e tij në ahiret. E kush ja mbaron, shikoj se do të thotë, e kush ja mbaron hallin një njeriu këtë dynjë, ja mbaron Allahu hallin botën tjetër. E kuptoi ky personi që po flasun dhe i thot, oj dashur Allahut. Thot sikur na ke për qëllim neve. Sikur do mendimin ton. Profeti sa thon, e aprovon. Thot dëgjoj dashur Allahut. Ne kemi besuar tek ti. Kemi ajo. Kemi besuar Allahun në xhenet. Besojmë se jemi në hak. Ec përpara dhe ne na ke pas. Kur nuk do të themi ty siç i than Beni Israilit Musait, shko ti dhe Zoti ju luftoni, dhe ne na keni këtu. Po vi tu do vim, po humbën. Shkoj të Allahut, se na ke me vete. Pra, nëse do ta thuash kaloni në det, mes detit do kalojmë mes detit. Kjo është vllazëri, kjo është shoqëri për hir të Zotit. Kjo është kur ta dush dikën, pra Allahu më zgjedh ta kesh e atë miqësinë e pastër. Çu kërkohet mes nesh? Çu kërkohet të muslimanët? Mos shikoni interesin. Shikoni atë pasurinë e zemrës dhe vllazërinë që Allahu Zotë ka obliguar
Lusë Allah të bëj nga pastërti, nga I pastroj zemrat tona. Të na bëj shoqërinë dhe vllazërinë dhe dashurinë vetëm për hir të Ti, o Zot I Madh. Amin. Kush është ky burr? Kush është ky burr që ka thënë këtë? Ja. Shikoj të kam falë 2 herë, herë të tretë do pagush edhe të parfumin. Për shaka. Trytë Zot. Allah shpërblet. Hajde bërë. Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu. Çfarë privilegji ka ky burr nga Allahu subhanahu wa taala? Kush? Si? Por ti mos më balere. Për çfarë se duke se I doli çmimi kësaj. Trytë Allah. Allah do. Zoti shpërblet me xhenet. Atëherë, çfarë vlerë ka ky Allahu ku ka ndëruar jetë Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu, është tronditur arshi I Zotit për shkak të vlerës që kishte ky njeri tek Allahu subhanahu. Allahu na bërë për atyre që keni vlerë tek Zoti. O Zoti i Madh. Si të kesh vlerë tek Allahu, do kesh vlerë të ja. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur Allah do një njeri, I thot Xhibril duhet, e do Xhibrili, e do me lajket dhe do njerëzit tokë. E Allahu subhanahu se ta do një njeri do ta fush xhenet dhe ardha. Allahu na bërë për dashur ti. E si Allah mos ta do një njeri, nuk do ta do Xhibrili, nuk do ta do me lajket, nuk do ta do njerëzit tokë, dhe s'do të ketë dhënë as në botën tjetër të Allahu na ruajt. Amin. Tash ne s'po humbim kohë më shumë se kaq, po dalim këto bukuroshë që ne zbukurojnë si gjithmonë ditën. Çfarë do të thoni? Prit, apo ta fillojmë? Po. Mirë, po bëjmë një njoftim mirë. Nesër, mas Qindie, kemi provimin për ata që cilët do marrin pjesë të Kur'anit, niveli I parë 10 surat, niveli I dytë surat Al-Haqa, niveli I tretë suratul Fath. Kurse për të rit dhe për të reja, librin Njohuri Islame për të rit musliman. Njohuri Islame për të rit musliman. Kurse për fëmijët e vegjël, pyetje dhe përgjigje rreth Islamit. Po kështu edhe fëmijët që na marrin pjesë të taravipra, do t'i regjistrojmë mos u largoni pa I regjistruar emrat, që dim kush ka marrë dhe moshën, që t'i bëjmë një dhuratë, po t'i bëjmë dhuratën sipas moshës, mos japim një dhuratë te ti që është 5 vjet, japim një dhuratë që është për 12 vjeç. Kështu që ju lutem për hir Zotit, shënoni, na zbrisni një letër dhe një sivelaps poshtë, ju lutem, edhe t'i shënojmë emrat e fëmijëve. Kjo është për fëmijët e vegjël. Dakor? Nesër pas Qindie kemi provimin, Allah shpëlbej me xhenet. Unë ka sjell një letër këtu, nuk e di ç'është kjo letër. E kam mbyll kështu, ka thënë lexoje. Po, nuk e di, a do të lexoj apo jo? Ta lexoj pasaj. Selam aleikum. Si fillim, dua të falenderoj ty hoshtot, Allahut të falenderoj, Zotit në radhë. Që me këto ditë të bekuara të Ramazanit, ne fëmijëve na ke bërë të lumtur me dhurata dhe argëtim. E lutim Zotin e Madh, siç na ke dhuruar ne dhe lumturi, Zoti të dhurojë edhe ty lumturi. Nuk e marrë dot. Haj, Allahu sa jeni nderoft. Ju do Zoti mirësinë dhe atij sallallahu ta kemi për hir Zotit të Madh. Do ta lexojmë fund. Që mos I vë këto pa. Çfarë do të bësh? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, tabarakallah, Allahu shpërblet. Pra, po ti bukurosh? Alhamdulillah Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, mashallah, Allah shpërblet. Po. Të do japish një nga çunat e ti. Kush është Ida Ermal. Normal. Merret pak të letrën. Ermal. Merret të letrën me të shënojë. Po, Allah shpërblet. Hajde bukurosh punë. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Ekber. Me tajvid, mashallah, të rizot. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masha Allah, amin, Allahu ndëroj, për Zotin ma. Do të shpërblet. Apro për kërësh? Apro. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allahu Ekber. Për Zotin ma. S'kemi thëmë bismillah mashallah për fitë nuk, hiç. Se mos e merrim sishe. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin o Zot. O Zot ti e falë se do falë na falë neve. هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد كفوا أحد. Kuven e haqë, masha Allah, për Zotin, ke pas ditë e surësit? Kur e mësove? Shi? Pa ti që në dush? Allahumme salli ala Muhammed. اللهم صل محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم اننا نحيي يا مجيد. Mirë, masha Allah. Kush është tjetër? Do të thuaj ti bukurse? Do të thuaj? Po thuaj më shehë. Thuaj diçka. Se do të djeni bashkë ti. Mirë, edhe ka atje. Ka. Masha Allah. Po ti. Ëndrën e Jusufit. Ëndrën e Jusufit është i gjallë? Yusuf para de seconda la tierra ni la meseta. Jusufi e thot, pa thot hënën e djelë dhe ime të vje që ranë sejdë. Kush ishin këto? Ishte papi, edhe mami, edhe yja, ishte vezë. Jetë ishin vlezër, masha Allah. Allah është. Na duhet dhe i dhuratë. Hajde, apro, ose se vredi mrava, se të shmikë. Do dhe një dhuratë. Alhamdulillah Rabbil Alamin. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah Rabbil Alamin është tjetër dhe kull Allah është tjetër që ta dish. Allah është shpërblet, mashallah. Ma vini dhuratë për çumin. Jeni dhuratë çumi shpejt. Allah është shpërblet me xhenet. Mirë, ju që mbaru, shkoni. Hajde, çoni, bismillah. Hajde, Allah është shpërblet. Zoti është shpërblet, kush e ka shkruar këtë letër? Allah ndërroh kush e ka shkruar këtë letër dhe lutë Allahun që na falin edhe gjithë. Unë i kërkoj ndjes se nuk e lexova dot deri në fund.